Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 8. Data 8 prill 2026. Një ditë me shumë çështje e lodhshme, por në fund ka për t'ia vlitur kjo lodhje. Sepse zakonisht kemi të bëjmë me një ditë, sepse ka të bëjë me Mërkurin, dita e Mërkur, i na jep mundësinë dhe Mërkurin e tek peshit, por kemi hënë në shigjetar. Që fillon t'ju mbështes në planet që ve keni, pikërisht kjo ditë. Dhe sa përgatitet të kaloj në shenjën e Briciapit, dita është një urlidhse për përgjegjësinë dhe lirinë. Këtu fillon të ndihesh se nuk mjafton të dëshirosh, por duhet edhe të strukturosh. Kjo është e rëndësishme, sepse prilli kërkon jo vetëm guxim, por edhe strategji. Ditë e përshtatshme për organizime, disiplinë, përgatitje, qëllime dhe ajo çka do jetë më e rëndësishmja është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Ka mjaft ndikime në këtë aspekt. Prandaj bini pas, do ishte mirë për juve, do keni gjërat që ti realizoni të kudoni dhe periudha që do të shikoni dhe vetë pastaj është një nga momentet mjaft pozitive edhe tepër ndikuese në lidhje me takime pune, në lidhje me çështjet mjaft të mëdha financiare. Me financat ka të bëjnë shumë edhe ndryshime që do të vinë. Kurse ana tjetër është pozicionimi i planeteve që juve ju ndihmon në gjëra të mëdha dhe i keni mundësi për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj, por gjithsesi kjo është kalimtare, do ta thosha unë, në problematika ose në gjëra të tjera që mund keni pasur ose doni që të rregulloni në anën tuaj. Në çështjet që lidhen me udhëtimet ose bisedimet, janë gjëra tjera që e keni mundësinë në këtë ditë kaq të rëndësishme. Para se të fillojmë bashkimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkimin e dajure, kemi pikërisht në faqen roz këtu. E klikoni, e shikoni dhe keni damenjen, nëse keni damenjen për bërë një abonim të thjesht, e shikoni dhe pastaj flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo në Skype. Duke dërguar mesazhin email në sekretari, lidhemi direkt pastaj e lëmë një takim online. Por juve që doni që në kohën që jemi drejt bisedë me juve dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe më pas ndiqni hapat dhe pastaj dërgoni mesazhin në kohën që jemi drejt bisedë për juve në orën 20:00 çdo të mërkur. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Por juve që së dashit të duket se ndikimi i hënës, që është në kufi mes shenjave së zjarrit, që është në shigjetar, që kalon në darkë vonë të shkojnë në Briciap. Por keni akoma kohë që juve të zgjidhni problemet që keni, të zgjidhni çështjet që juve e keni lënë pas dore. Dhe është një mundësi shumë e mirë kjo për të parë dhe për të vepruar, sepse është koha, është momenti, është periudha që juve ka të bëjnë me punën dhe karrierën, ka të bëjnë me vendime të rëndësishme që merren. Tani në këtë periudhë nuk e diskutoj sepse keni pasur edhe probleme të lëna pezullt dikur, por meqense kjo periudhë ka të bëjnë me ekonominë, me transparencën, me disa ndryshime që për juve është diçka shumë pozitive dhe e rregulluar në lidhje me gjëra që do të bëni, por ka diçka shumë të madhe tani dhe do e shikoni edhe vetë për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës. Me karrierën do thosha unë, ka diçka shumë të madhe për punën, por edhe disa ndryshime të vogla, që do të thotë ekonomia një burim të ardhës të dyta që mund të e keni mundësinë. Por nëse shikoni të mjaftueshme për gjëra që do të bëni, meqense nuk ka problem këtu për 1000 arsye të ekonomisë, të stabilizimit dhe të ndryshimeve të mëdha që keni. Edhe juve mundoni që të jeni sa më korrekt në ekonomi, sa më korrekt në gjërat që do të keni. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të dhjetë parë, me ujor të dhjetë tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për demët, në fakt tani në këtë periudhë është një periudhë që vërtet juve jeni në një farë mënyre të ndikuar në lidhje me anën e biznesit, me biznesin të bëhet fjalë, por kjo periudhë është periudha juaj, është momenti juaj, se si juve e përgatisni gjërat edhe si juve e vendosni në ato çka doni të bëni. Por megjithatë, është një moment tani, është një moment shumë pozitiv dhe tepër ideal në zhvillime që do të keni. Zhvillim ekonomike, në lidhje me punën, në lidhje me gjërat, tani fillojnë gjërat në këtë fillim muaj,
edhe 10 ditë që pari këtij muaji, fillimi them unë, ka një ndikim shumë të madh në lidhje me punën dhe anën ekonomike financiare. Me financat do të keni ndryshim shumë të madh në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të 10 ditësh të parë, ujor të 10 ditësh të tretë, është përgatitja. Është ajo çka doni, është ajo çka juve ju ofron një gjë e tillë, sepse është një moment mjaft fitues në ato që do të bëni dhe korrekt në atë anën tuaj. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, bini pas. Kurse dashuria duket se është me bricjap dhe me peshore. Shkojmë të shenja e radhës, që do thot binjakët. Me qenë se binjakët kanë pasur dhe kanë mundësinë dhe kohën, ndryshimin dhe vendimin që ata do marrin, do kenë ndryshim pune, por ky ndryshim i punës është pak më spec. Nëse keni mundësi të ndryshoni disa gjëra, do ishte në të mirën tuaj. Edhe pse gjërat janë ndikuese në anën tuaj, por ka një gjë që guximi dhe periudhat që ndodhin në fenomene të ndryshme, është një moment mjaft i mirë tani për tani, është një kohë që ka përshtatshmëri në ato që ndodh, dhe përshtatshmëria ndodh që vërtet ju e keni edhe mundësinë e artë, kohën e duhur për tani, dhe një nga momentet më pozitive të qenë ndonjëherë në lidhje me takime pune dhe biznese, në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të 10 ditësh të parë, me ujor të 10 ditësh të tretë, përgatituni se ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim dhe është koha dhe periudha juaj më e mirë e mundshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot gaforja. Çfarë ndodh me gaforet? Për sa përket gaforeve, gaforet duket se nga njëra anë mundohen, sepse janë pak në dilemë për një çështje pune, dhe janë mërzitur. Kjo mërzitja shkakton edhe nga njëherë merakun, sikletin, sekollin, sepse kërkon të bëjë gjërat siç i do, nuk i dalin të kudo, mundohet shumë, por unë them që nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo kohë është e juaja, është një moment mjaft i mirë, mund të tërbullohen disa ujëra, po janë gjëra që vërtet kanë kohën e vet ose mundësinë e artë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime që mund të keni. Momenti juaj. Gaforret nga ana tjetër mundohen që të mos kenë borxh nga kaluar, por të mbyllin një herë mirë. Dhe kjo ndodh, dhe është momenti më i mirë i mundshëm dhe tepër pozitiv. Në çështja shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të 10 ditësh të parë, me ujor të 10 ditësh të tretë, është koha më pozitive që ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot luani. Për sa i përket luanëve, luanët duket se ka diçka mes asaj që është e bëshme dhe mes asaj që është e paralizueshme. Paralizueshme ndikimet janë pozicionimin më të mirë mundshëm të planeteve, sepse edhe si kohë, por edhe si moment, është i juaji, është përcaktues dhe rregulator i gjërave dhe i mundësive të arta që keni. Megjithëse ju e keni pasur mundësinë, keni pasur kohën, keni pasur stabilizimin në një anë, mundësinë e artë në anën tjetër. Dhe kjo është diçka shumë e mirë dhe tepër e mbar në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime që do të keni, ka ndryshime mjaft pozitive sepse e prisni diçka të tillë juve dhe kjo do të shikoni dhe vetë për të ndryshuar, për të rregulluar gjërat aty ku doni juve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me shigjetar, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Virgjëreshat duket se jo vetëm se kanë mundësinë, por kanë edhe kohën e tyre mbi ndryshimet, mbi takimet dhe koha e duhur për marrjen e vendimit të rëndësishëm në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të 10 ditësh të parë, me ujor të 10 ditësh të tretë, është perfektja dhe shumë gjëra të tjera do të rezultojnë pozitiv dhe mundësi të arta që keni në vazhdimsi. Në çështjet që lidhen me anën e ndryshimeve dhe të kuptimit të jetës suaj, është një mundësi e artë në ekonomi, sepse stabilizimi dhe çështjet konkrete që lidhen me punën tuaj, lidhen me profesionin tuaj, pse jo, është një gjë shumë e artë në ekonomi dhe pse jo, ka bëjnë me ndryshime shumë pozitive dhe tepër ideale. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të 10 ditësh të parë, ujor të 10 ditësh të tretë, pregatituni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot peshorja. Për sa përket peshoreve, peshorët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, ku gjërat dhe ndikimet që vijnë drejt jush në ekonomi, në stabilizime, në gjërat konkrete që ve keni dhe momentet e duhura në stabilizimin ekonomik financiar, një ndryshim shumë i madh që ve keni në anën ekonomike, duket se ju ndihmon jashtëmase.
por megjithatë, edhe pse keni pasur mjaft çështje problematike, keni pasur mjaft gjëra që nuk ishte e kollajt që t'i realizoni disa gjëra të tjera, por tani për tani është momenti juaj që ju t'i zgjidhni gjërat ku doni juaj, se keni dhe si mundësi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe megafore duke të mbara. Vijojmë tek shenja radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Akrep të dashur, nëse juve e nisni tani, e keni dhe mundësinë që për të nisur një punë të re, për të bërë diçka të re, domethënë në lidhje me ekonomi, mos ju ndani gjërave sepse juve mërziteni për gjëra të vogla. Kjo ka dhe qartësinë, po edhe nganjëherë mërzitni në lidhje me çështjet e takimeve, në lidhje me gjëra që kanë dikur, por tani jeni në anën tuaj dhe në pozicionimin më të mirë të planeteve dhe të gjërave që do të keni të njëjtutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me dash, duke të mbara edhe pse një periudhë e vështirë, por jo e pamundur. Vijojmë tek shenja radhës, që do thotë shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve, meqense shigjetarët duket se është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që vërtet do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë, shumë gjëra të arrihen, sepse shigjetarët kanë pasur dhe kanë mundësinë e zgjidhjes së problematikave të ndryshme, e zgjidhjes së punës së tyre, por megjithatë tani për tani kanë pasur disa problematika të vogla, kanë pasur disa gjëra që nuk kanë jo vetëm mundësinë, por është edhe koha e tyre diçka, për të parë zgjidhje, për të parë gjëra që tani për tani është momenti, është koha e duhur për sa i përket ekonomisë. Megjithatë, duket se tani për tani nuk ka vetëm për të shqetësuar, por për të gëzuar në ekonomi, në dashuri. Shigjetarët kanë dash, kanë virgjëresh me probleme, po e zgjidhshme. Por kanë edhe me gaforat edhe diçka parë që është diçka shumë pozitive tani e tutje. Shkojmë tek shenja radhës që do thotë bricjapi. Për bricjapët duket se kam shumë fjalë të mira dhe në realitet për të realizuar disa çështje pune, çështje karriere më tepër, është mundësia dhe koha me ardh e mundshme që ndonjëherë. Edhe për lidhjen e punës dhe të karrierës, po edhe ndryshimeve të tjera që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçka parë, me ujorët dhe diçka tretë, është idealja dhe perfektja në atë që do të bëni. Shkojmë tek shenja radhës që do thotë ujori. Ujorët e dashur, duket se kjo periudhë tani për tani mund t'ju bëj pak a shumë të nxiteni nga ndryshimet që bëhen të njëpasojshme ose disa fjalë që dëgjoni dhe kjo nuk është të mirën tuaj, por keni kujdes mos huazoni gjëra që nuk duhet ose lëreni të ecin gjërat vetë, se do jetë më mirë për juve. Në çështje ekonomike, në financa, në biznese, në karrierë, e keni mundësinë edhe në ekonomi stabilizim. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me binjak duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Peshq të dashur, nëse keni pasur probleme ose keni pasur gjëra që nuk kanë shkuar mirë ku duhet juve, keni një kohë tani që juve ta shikoni, rishikoni, sepse pikërisht kjo ditë e mërkur është një ditë shumë e rëndësishme, tepër pozitive, nga ana ekonomike financiare në lidhje me takime, në lidhje me bisedime sidomos, është ana më e mirë e mundshme, sepse jo vetëm se keni pasur gjëra që në problematika të ndryshme keni pasur, ja keni ditë të zgjidhni punët, por tani për tani është dhe momenti juaj më i afërt, më pozitiv për zgjidhje të problematikave dhe të çështjeve të mëdha në anën tuaj. Megjithatë në anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçka parë, me ujorët dhe diçka tretë është perfekta, por pak vëmendje me luant dhe diçka të dytë, sepse ai problemi i vogël duhet zgjidhur me patjetër. Kto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite të mërkure të datës 8. Data 8 prill 2026. Për ju që interesoni për parashimet detajuara, astrolog.al. Faqja roz. Duke zgjedhur nga paketat, shkoni tek sekretaria, dërgoni një email dhe më pas flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt bisedë me juve, a doni dërgoni një mesazh. Atëherë, duke klikuar këtë butonin këtu, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt përgjigjen. Çdo të mërkur, ora 20:00. Në një rrepulla, jesmirat.